po shkulte leshrat, po qante dhe bërtiste, sepse u bën pluhur për pjeket e tij puçiste antikushtetuese për të zgjatur mandatin. Ky kriminal kushtetues përdori detyrën, besimin dhe ligjin për të bërë pazare për interesa personale. Ky kriminal kushtetues amnistoi ministra që bënin pazare me kartelet e drogës, Taulantin që zbatonte porositë e Suelit për të arrestuar kundërshtarët e bandës Suelit. Ja u kam paraqit këtu tani, mos të harxojmë kohë, ja u paraqes prapë. Taulantin që urdhrohej nga Çela për të liruar terroristët që vendosen në shalën e bicikletës së Lulzim Kulls Tritolin. Bënte pazare me krimet e Uluziut, që mirëte 2 kostume të bukura nga Altin Hajri dhe që kërkonte nga bandit dhe trafikant 500.000 euro dhe çantën Louis Vuitton. Avokat, e dëgjuam zotin Berisha, e mora si insert për shkak se kjo është e themi deklarata e tij e sotshme, por që të mos harrojmë të mërkurën nis procedura për zgjedhjen e një prokurori tjetër në vend të Altin Dumanit. Pyetja është e thjesht, pse le të themi Altin Dumanit nuk ju dha dhe një mandat i dytë, se të paktën këtë pretendon zoti Berisha, dhe e nxjerr në pikën që e trajton si një lëshim që po i bën Shtetet e Bashkuara Altin Dumanit. Ti si e vlerëson? Berisha bën politik, deklaratat ishin totalisht politike, kështu që nuk mund merrem për analizë juridike, për mendimin tim. Jo, për analizë politike jemi. Po, dalim tek analiza juridike se politike. Zoti Berisha në mos e pas personale, po them domethënë që si kryetari i Partisë Demokratike gjithmonë e ka sulmuar Altin Dumani gjatë gjithë periudhës kohore që zoti Dumani ka qenë drejtuesi i SPAK-ut. Po, do dalim te politike, avokat. Do doja te juridikja fillimisht si procedurë kur ndryshon, se pastaj më the domethënë që pse e lëshuan ata nuk u lëshua. Nuk ka lëshim apo mos lëshim në rastin konkret, sepse ka në bazë ligjit për SPAK-un me reformën drejtësi që u bë, dihet botërisht tashmë që çdo drejtues i kësaj strukture do ka të drejtën, domethënë që ta drejtojë këtë strukturë vetëm për 3 vite dhe jo për 2 mandate njëkohësisht. Pra, Altin Dumani mund të kandidojë prap në rast se do ketë një zgjatje të afatit të prokurorëve, sepse gjykoj kjo çështje domethënë do ngelet akoma për diskutim, por nuk ka mundësi domethënë që të kandidojë sërish edhe sikur të donte, edhe sikur Amerika të thoshte që ne prap duam Altin Dumanin. Ligjërisht, në bazë të procedurave që janë për zgjedhjen e drejtuesit të ri të SPAK-ut, Altin Dumani nuk mund të kandidonte. Nancy Van Horn e tha atë, unë kam edhe atë foton e deklaratës. Nuk ka mundësi që të kandidojë për një mandat të dytë sepse kështu është bërë ligji për SPAK-un, le të themi, proceduralisht. Altin Dumani në dijenin time nuk ka kërkuar ndonjëherë një zgjatje të mandatit të tij. Pra që ai të kishte mundësi që në 2025 tani në dhjetor të rikandidonte për drejtimin e SPAK-ut. Gjithmonë ka kërkuar që prokurorët e SPAK-ut të kenë mundësi që të rikandidojnë në momentin kur atyre u përfundon mandati 9 vjeçar. Me idenë domethënë që kjo strukturë fillon dhe pastaj kristalizohet, këta fitojnë përvojën e duhur për të qenë prapë dhe për të pasur një mundësi të dytë. Unë për veten time personalisht e kam shpjeguar dhe herë tjera kanë qenë kundër kësaj ideje, sepse do ndryshonte shumë çka nga mënyra se si do duhet ta trajtojmë neve një institucion. Çfarë ndryshimi do kishte për një gjykatës kushtetuese, kam thënë gjithmonë, që ka një mandat 9 vjeçar dhe ngrehet dhe thotë priset do të rrinë 9 vite tjetër. Kandidoi Altin Dumani? Urdhëro? Pas 3 vjetëve. Nëse do ketë një zgjatje të mandatit të prokurorëve. Do ndodhi zgjatja e mandatit. Sepse Altin Dumani nuk lejohet 2 mandate rresht. 2 mandate rresht. Altin Dumani dhe 9 prokurorëve që janë mandatuar në 19 dhjetor 2019 u përfundon mandati pas 9 vitesh në 2028. Pra, në 19 dhjetor 2021, 9 nga këta prokuror
Ben Kraja, Altin Dumani, Vladimir Mara, këtyre u përfundon teorikisht mandati si prokuror të SPAK-ut. Ata kanë kërkuar që të kenë mundësi që të rikandidojnë për të qenë pjesë e kësaj strukture, edhe një herë tjetër, sepse ligjërisht nuk u lejohet. Ata mbarojnë mandatin, që parlamenti po duhet ndryshohet kushtetuta për këtë. sa vota duhen? Duhet 3/5, duhet 94 vota. 94 vota. Po, për ndryshim, se janë ndryshime kushtetuese këto. Kjo është historia. Ata këtë kanë kërkuar. Deri tani nuk është dhënë një mundësi e tillë që këta kenë, teorikisht dhe praktikisht, dhe unë mendoj domethënë që nuk do duhet të jepet një gjë e tillë, sepse ata nuk janë, le të themi, mesia në tokë, domethënë, po ikën ata aty nuk do përfundojë ai si institucion. Ta kam shpjeguar dhe herë të tjera, këtu, po që për punën e SPAK-ut, në raport me krimin e organizuar, që mos ngatrohemi, në raport me krimin e organizuar ka bërë 10 fish, 15 fish, më shumë, ato krimet e rënda deri në vitin e 2016-2017, se sa ky SPAK-u. Këtij SPAK-ut hiqi s'ka enkroçatin, të sigurojmë domethënë që s'ka as i vepër penale tjetër në diçka për procedurën se si është, le të themi zgjedhja e prokurorit të ri që hapet mërkurën. Sikush nga e mërkura e MTEI, sikush prej prokurorëve të cilët kanë ambicie për të qenë drejtues të SPAK-ut, dorëzojnë, le të themi, kërkesën e tyre për të qenë drejtues, duke shkruar edhe një CV të tyre se pse e kërkojnë një gjë të tillë. Këta duhet të jenë këta 9 prokurorë, sa prokurorë janë që mund të janë 20. 20 prokurorë. Janë 20 prokurorë, secili prej tyre ka mundësi domethënë që ta kërkojë një gjë të tillë. Tani, aty me amendsime, 2-3 janë ata të cilët domethënë janë kandidat potencial të fortë. Një prej tyre është Adnan Xholi, i cili sot është zëvendës, le të themi, në hierarki zëvendës i drejtues i SPAK-ut, është një nga personat të cilët unë e parashikoj domethënë që jo vetëm që do kandidoj, por me gjasa mundet të fitoj. Teorikisht ka pasur ndaj një mbështetje të konsiderueshme nga Departamenti Amerikan, nuk është përfolur shumë në media apo nga politika si një prokuror i cili ka problematika, si ku ndodh për shembull po ja fut kot Olc Dado që ka dalë emri gjithandej Ben Kraja apo prokurorë të tjerë, që mund shkohet. Do bëhet kërkesat kalohen në komisioni bën një lloj, le të themi, vlerësimi, po s'ka çfarë vlerësimi të bëhet aty se ata xha janë vlerësuar për shkak të mënyrës se si janë bërë pjesë e asaj strukture. Pastaj mbrapa kjo gjë i kalon KLP-s, ILD-s dhe Parlamentit, i cili domethënë merr të gjitha trajtat dhe deri në datën 19 dhjetor të këtij viti normalisht do duhet sigurisht prokurori i zgjedhet më përpara, që nuk pritet data 19, prandaj fillon procedura që është tani. Deri në atë datë presupozohet domethënë që do kemi një kryeprokuror të ri dhe kjo me shumë gjasa do ndodhi. A do të jetë kjo përfaqësuesja amerikane siç ishte herën e fundit avokatësia për ashtu? Nëse po dhe kjo mund ndodhi. Nancy Van Horn. Po dhe kjo mund ndodhi nëse do vërehet që nga ana e politikës, po sidomos e qeverisë, sepse opozita nuk besoj se ka në pushtet kush e di se çfarë në raport me SPAK-un, me zgjedhjen e SPAK-un, do fillojnë ndërhyrjet. Po ta mbash mend në 2022-shin, që ndërhyrjet e majorancës së asaj kohe, të zotit Rama, i cili kërkonte që të ishte Edvin Kondili pjesë e një person i cili... Se nuk e parashikon që të jetë kësaj radhe kandidat edhe Edvin Kondili? Sepse është mund të jetë dhe Alfred Sheu aty. Pse është një çudi e madhe. Cili do mund të jetë nga ta, nuk ka ndalon njeri, ka të drejtë kandidoj, po unë po flas domethënë teorikisht tani, praktikisht, këta të dy janë persona të cilët janë me tese partie, i them unë teorikisht, të PS-s. Këta e din gjithë botërisht më. Kështu që e shikoj shumë të vështirë që do pranohet nga ana e Shtetit Bashkuar, jo nga ata aty, se po deshi Rama që të ndosë njërin nga ata aty, cilin do ai. Dhe të mos hasin kundërshtimin e Departamentit Amerikan të Shtetit ose të ambasadës amerikane, të siguroj që do vendoset ai që do Rama aty. Flinga me te kokës. Mos kujto se janë, të thash edhe një tjetër, janë 20 prokuror, të cilët kanë 20 familje, të cilët kanë në këtë katundin e vogël të quajtur Shqipëri, kanë dhe ata, le të themi, njerëzit e tyre përreth për cilën do lobohet fort. Kështu që në këtë aspekt besoj se kjo procedurë fillon pas nesër, do mbaroj. Kandidatura më e fortë për mendimin tënd kush është? Adnan Xholi. Më e fortë për shkak të konjunkturës apo mendon se ka integritetin apo është jo, unë e shoh si në mënyrën e integritetit, si figurë, si prokuror që vjen nga krimet e rënda, një person i cili domethënë deri tani ka treguar një lloj profesionalizmi, është i pranueshëm, thashë një pra aq sa e kam parë, i pranueshëm edhe nga faktori i jashtëm Shtetet Bashkuara të Amerikës deri tani dhe nuk vërej që ndaj këtij personi të ketë pasur, le të themi, debate apo cytje si nga zoti Berisha apo nga zoti Rama në raport me këtë.
Për ndryshe ndodh me emrat e tjerë që thash Alfred Sheu apo Edvin Kodili, të cilët domethënë apo qoftë edhe njerëz të tjerë Dibra apo Olzdato, të cilët në një mënyrë apo në tjetër për shkak të dosjeve që ata kanë pasur në përduar, janë anatemuar nga njëra palë apo nga tjetra. Reldar, si e shikon këtë moment politikës, të deklaratën e Berishës fillimisht për të kuptuar domethënë fatin e SPAK-ut, kjo është ideja. Ka një deklarata e Berishës është në vazhdën e gjithë ides dhe mendimit ose opinionit që ka krijuar Sali Berisha për strukturën e posaçme, pra për prokurorinë e posaçme SPAK. Unë mendoj që ka një bazë logjike për hir të vërtetës, sepse Altin Dumani ka goditur nivele të larta, pasnjëherë nuk e ka ngritur kokën më lart se sa i është thënë. Për dosjen Partizani, ku është i prekur drejt për drejt familja e ish kryeministit dhe ish presidentit dhe ish kryetarit Partisë Demokratike në atë kohë dhe tashmë kryetari i Partisë Demokratike, është një dosje jo e plotë, një dosje që nuk e përkufizon anën profesionale dhe prandaj rezultati ishte ashtu siç ishte. Dolen ndoshta në hetim të lirë, por nuk do të ketë asnjë dhe s'do prodhoj asnjë e dosjes se është shumë e dobët, të paktën bazuar në logjikën dhe në interpretimin e shumë avokatëve profesionistë. Po s'ka lidhje Dumani aty me Repubikën, pa diskutim, por flas strukturë SPAK-un, flas këndvështrimin me SPAK-un. Sepse aty është Milonaj Kraja. Po, për sa i përket Dumanit ka një propagandë. Tendenca për të krijuar lajm se pse Dumani duhet të jetë në krye të prokurorisë, pra e bën jo profesional debatin, e bën dhe pis, dhe vetë figurën e Dumanit, por edhe institucionin. Ne nuk pretendojmë që duhet krijojmë herojnë një institucionet tona, sepse siç ka ndodhur në 30 vite, histori krijimi i drejtuesve të fortë kanë krijuar gjithmonë institucionet dobta. Në thelb demokracia dhe institucionet e pavarura janë institucionet ato që janë të forta, pavarësisht liderëve që vinë. Madje institucionet e forta krijojnë lider të dobët, sepse liderat ikin një ditë, institucionet mbeten. Fakti që propaganda socialiste i mëshon fort, mediat i mëshojnë fort duke e trajtuar Altin Dumanin si superhero, si njeriu i cili ka bërë ndryshimin e madh në këtë vend, kjo është totalisht e gabuar, sepse është propagandë e mirëfillt, që do thotë Altin Dumani është një njeri që i shkon interesave të kryeministit të Republikës së Shqipërisë dhe prandaj investohen në opinionin publik mediat për ta krijuar Altin Dumanin si figurën kyçe të drejtësisë shqiptare. Në thelb gjë që s'është e vërtetë, ne duhet të mshojmë shumë fort krijimin të institucioneve. Pa rëndësi ka kush vjen dhe kush ikën, ligji ka që çdo 3 vjet, pra me 16 dhjetor 2025 Altin Dumani largohet se ka ardhur në 16 dhjetor 2022. Reldar, po ka mbështetje qytetare sipas sondazheve. Po, sepse propaganda ju unë jam vetë kam dhënë si dhe jap propagandën në fakultet, propaganda krijohet nëpërmjet gjysmë të vërtetave. Madje një propagandë e suksesshme është kur aty ti as nuk e vërteton dot dhe as nuk e hedh dot poshtë. Është pikërisht ai mekanizmi që ka lëvizur Altin Dumani për të krijuar mitin e suksesit, mitin i cili ku pandërshkueshmëria në këtë vend ka marrë fund, sepse ne nuk duhet të investohemi te një figurë. Si mund të investohet shoqëria dhe gjitha institucionet te një figurë? Ç'është Altin Dumani pa ata prokurorët e tjerë? Ç'është Altin Dumani? Po ka goditur institucioni. Nëse ka goditur Dumanin edhe Krajën. Po për dosjen Berisha për shembull kanë goditur 2 prokurorë të tjerë, nuk ka goditur Altin Dumanin në këtë rast. Në dosjen Partizan, Milonaj dhe Arben Kraj. Arben Kraj ishte 3 vjet para Dumanit. Po prit pra tani, është institucioni ai që krijon. Pse duhet të investohesh tek emri një figure? Çfarë mund bëjë një figurë kur institucioni është i dobët? Kur institucioni është i dobët. Prandaj unë mendoj që ne nuk duhet bim në viktim. Këtu nuk po them se Altin Dumani nuk ka bërë punë, apo ka bërë pak punë, apo ka bërë shumë punë. Unë them se ne nuk duhet bim viktime një propagande që investimi të ndërtohet mbi figurën e Altin Dumani. Madje duhet të themi edhe diçka. Është shumë e dëmshme për demokracinë, për pavarësinë e institucioneve, sepse të krijojmë mitin e drejtuesit të fuqishëm. Institucionet shkatërrohen. Në qoftë se ne kontribojmë tek individi i fuqishëm, ne do të thotë se kemi institucione krejtësisht të dobta. Madje ne duhet përqendrojmë një shtet i drejtës, një shoqëri emancipuara kërkon institucione të forta. Njerëzit një ditë do ikin.
por institucionet duhet të mbesin. Nëse ne krijojmë lider, atëherë ne kemi bërë institucione të sulta. Pa rëndësi ka në momentin që ikën lideri, do thotë se s'ka ngelur shenjë. Jo, kjo është e gabuar. Kjo është propagandë, kjo është mirëfilldi propagandë. Dhe qytetarët duhet të jenë vëmendshëm ndaj kësaj gjëje. Dhe thembra Akilit, ajo çfarë intereson Edi Ramës është pikërisht për të krijuar mitin dhe sondazhet që Altin Domani është heroi i kësaj historie. Pa Altin Domani nuk do ketë hetime. Ja, kjo është e gabuar. Në qoftë se ju doni të prodhoni këtë gjë, ta keni të sigurt se keni prodhuar thjesht një propagandë. Asgjë më shumë. Arbër. Shiko, pavarësisht ato që u thanë dhe me një pjesë edhe unë bie dakord, ka disa suksese, do t'i quaja suksese deri tani, që nuk mund të mohohen. Pra, në cilin gjendje e mori Altin Domani Spakun dhe në cilin gjendje po e lë. Mori institucion më të fortë apo institucion më të dobët. Analiza ime është politike, faktike, nuk është një analizë juridike që bëri avokati pak më herët. Diskutimi është ky, ne nuk i shpëtojmë dot personalizimit dhe personifikimit të një figure me institucionin. Kujtojmë këtu dhe Italia pati shkëlqimin e saj me Porcelinën dhe me Falconen. Pra, nuk mund ta heqim dot, ta zhveshim individin nga institucioni. Dhe unë jam dakord që nuk mundet që gjithë institucioni të evidentohet me individin, por janë disa individ që e kalojnë në një nivel tjetër institucionin. Dhe unë mendoj që Altin Domani, pavarësisht kritikave, pavarësisht mbylljes së syve në disa momente që ka patur shkelje flagrante të drejtave të njeriut ndaj personave të arrestuar, ka një ecuri pozitive në krye të SPAK. Sepse e mori nga një drejtues që për hitë së vërtetës ishte apatik. Tani ti themi, Arben Kraja ishte një drejtues mund të jetë shumë i mirë teknikisht, teknicien, por nuk dinte as të mbronte institucionin as veten para ligjvënësve. Ndërsa Domani ka patur kurajon të shkojë në parlament të përballet me lloj-lloj pyetjesh në sallën e kuvendit, ka vajtur në komisionet posaçme, ndërhet të KLP-s që kanë qenë të hapura disa. Pavarësisht se disa momente ka bërë disa lapsuse që mund t'i quajë edhe lapsuse freudiane, siç ishte ajo që gjykata radh vendos ndryshe nga ajo që i thot prokuroria, por që e sqaroi më pas. Pra unë besoj që ka qenë një bilans pozitiv i Domanit në krye të SPAK. Por pavarësisht kësaj, është koha, dhe këtu bie dakord me një pjesë të analizës të Eldarit, ky është pikërisht momenti që institucioni tani duhet të heci dhe duhet të kalojë përtej një individi. Dhe duhet të ruaj më e pakta, duhet të ruaj vrapin, hecjen cilësore të hetimeve. Arbër, opozita pretendon që Domani është përdorur si një, le të themi, si një armë kundër opozitës. Pra, nëse kjo është e vërtet, domethënë ka ndikuar në atë që quhet domethënë shkatërrimin e sistemit politik në Shqipëri. Unë nuk e besoj këtë. E di pse, sepse opozita nuk ka asnjë fakt. Ne kemi ndalur her pas here, kemi paraqitur dhe shifrat konkrete. Jemi 62 zyrtar të PS-s, ish zyrtar, të arrestuar në detyrë, të hetuar, po hetohen, të cilët janë me përballë dy vetave, zoti Meta dhe zoti Berisha. Nuk ka asnjë zyrtar tjetër për momentin, i cili është para dyreve të gjykatës nga ana e opozitës. Flitet për disa, kemi diskutuar me Nardin, të cilët kanë probleme me pasurinë, por janë në kuadër verifikimi, hetimi. Po kaq. Ka një problem. Nuk ka më shumë. Ka dhe një problem, realisht, në qëse të të trajtojmë, se duhet parë se kush është aktori kryesor i cili lëviz. Edhe në qëfë se ju referua, për shembull Borsellinos apo Falcones, dy prokurorëve të famshëm italian tek Manipulite. Problemi qëndron që edhe atëhere sistemi i drejtësisë ka qenë në lupën e Indro Montanelit, për shembull, një nga gazetarët që e ndeshkoi totalisht dhe kishte një kritik shumë të madhe për sistemin gjyqësor, që po vendoste ndikim politik në atë kohë. Manipulite, ju e mbani mend, ka qenë një nga aksionet më të mëdha, si pak a shumë edhe ky frymëzim të atij Manipulite ka edhe këtu në Shqipëri, por në lupën në penën e Indro Montanelit ka qenë bërë cop-cop, sepse nuk mund shkohet drejtësia deri aty. Dhe ne po themi që kjo drejtësi, dhe kjo është kritika ime, që po trajtohet si armë e një kryeministi, sepse ne s'duam ta pranojmë apo duam ta pranojmë, pa rëndësi ka këtu nga kampet nga këndvështrimet, ne kemi një regjim i cili është komplet regjim, po skicohet si regjim autoritar, ku një individ përdor sistemin e drejtësisë dhe gjithë institucionet e tjera në funksion të pushtetit të tij. Dhe problemi qëndron është kryeministri, problemi qëndron sepse është goditur të gjithë njerëzit që kanë tentuar të konkurrojnë pushtetin e këtij kryeministri. Erion Velia i pari,
pastaj dhe opozita e cila ka të drejtën ligjore për ta konkuruar. Dalemi pak te Erion Velia. U godit Erion Velia. Unë pse them që kjo tezë nuk qëndron. Është një tezë që artikulohet shumë nga opozita. Pse nuk qëndron në optikën time kjo tezë? Ishin zgjedhjet lokale apo zgjedhjet parlamentare? Ishin zgjedhjet parlamentare. A kishte dhe abdikoi Erion Veliaj si për mirë si për keq në fushatën e Partisë Socialiste? Po. Pra, ku ndikoi? Ku ndikoi më? Edhe para Erion Veliajt, edhe pas Erion Veliajt, sondazhet e nxirrin konstante Partia Socialiste fituese. Problemi ka qenë Se kush është një Dakor. Problemi ka qenë me dosjet. Sepse ti po kundërshton veten tënde. Jo. Problemi ka qenë lufta fshehur Arbër, jo lufta që shfaqet ajo. Ajo parlamentare, ishin zgjedhjet. Problemi ke goditje të ministrave, ke goditje të vetë Ramës që pretendohet që kanale të lidhura ngushtë. Po çfarë interesi kishte Rama me pushtetin e Bashkisë Bulqisë? Po informacion, atë e mund ta bëjë edhe Spaku atë. Po Spaku do ta bëjë një detyrë për të legjitimuar. Kush është interesi Ramës të godasë? Pa kërënësi ka sa viktima prodhohen për luftën për pushtet. Një zëvendës ministri e brendshme para ka pesh. Për pushtetin legjitimohen 500 viktima. Legjitimohen 600 viktima. Nuk ka rëndësi për të mbajtur pushtetin. Opinioni nga fakti nuk më përputhet. Ja, pra një përgjigje. Po, te njëjtën e shkuar, aty ku je ulur sonte, the të njëjtën fjali. Dhe the ndryshe, prandaj po them, the që kur ishte diskursi për Orgeta Manarsiliun, the që në drejtimin e Orgeta Manarsiliut, Tirana ka shkuar nga 20.000-30.000 vota, se mbaj mend këtë, po ka shkuar në më pak se 7.000 vota. Diferenca PD po, në kryeqytet. Në kryeqytet. Këtu po nuk lavdrova Veliajn, nuk thash që pa Veliaj, po të ishte Veliaj do ishte më lart. Nuk të ngjita një gjë që nuk e the, po të them një gjë tjetër. Analiza që bëret për cilën nuk bie dakord me ty, por nuk bie dakord tani me këtë që sapo the, sepse faktori Veliaj në Tiranë, për faktin që është brenda dhe jo jashtë, për mendimin tim ka ndikuar te PS-ja, se diferenca mund mos ishte 7.000, po mund të ishte 20.000. Diferenca në Tiranë po flas. Pra ka ndryshim kjo. Po këtu nuk qëndron thjesht problemi i Spakut tek Erion Veliaj, tek Ilir Meta, tek Sali Berisha, tek ku di unë, edhe tek Sali Berisha s'ka fal Spak, Nardi, ne kemi diskutuar. Nuk u paraqit more, nuk e arrestoi Spak. Më dëgjoj një sekond, nuk është çështja e gjykatës, është mënyra se si ti shkon për ta çuar çështjen në gjykatë. Pra ti ngre një akuzë pa pasur prova, është ajo prokuroria që unë të thosh aty, prokuroria e Reanit Çelës. Duro ta marroj dhe jam dakord këtu. Edhe unë jam dakord në shumë episode të thash janë shkelur drejtat e njeriut, por në tërësi, nuk kam nevojë janë goditur grupe kriminale, të lutem. Unë nuk kam nevojë të pi një fuqi me vepër të kuptuar që është e thartë më burr. Një gotë më mjafton. E pi gotën e parë, e kuptoj që këtu kjo vera është hartuar. Tani për ti në tërësi. Nuk po themi që gjithë puna e Spakut të shkot. Jo, nuk të thash atë unë. Këtë se themi do. Nuk të thash atë, unë po them një gjë tjetër ty. Tani do që të bëhemi dashamirës të Spakut? Po mo, gjithë Shqipëria është dashamirës ndaj një institucioni i cili ka bindjen e plot dhe ka cytjen për të çuar përpara drejtësisë njerëz të cilët kanë futur duart në xhepat tanë. Prandaj Spaku e ka pritshmërinë, sondazhet i ka 70-80%. Po kjo është pritshmëri. Kjo nuk do të thotë që këta po lavdërohen për punën që kanë bërë. Unë të them vetëm në 3-4 gjëra për ta shkërmoqur gjithë këtë histori. Është e vërtetë Eldar që në kohën kur drejtohej Spaku nga Arben Kraja, për cilin nuk kam pikë respekti se e di që është një hetues i Reanit Çelës që na drejton Spakun në vitin 2025, që këtu mbaron filmi për mua. Nuk e nevojë të flas për të kësaj. Po këtë nuk e vendos unë, nuk e di e vendos ti. Këtu e para. Është e vërtetë dhe një gjë tjetër që në kohën kur drejtohej Spaku nga zoti Arben Kraja, sapo kishte nisur faza hetimore. Pra, ti nuk mund t'i kërkosh një prokuror apo një institucioni që të shkojë menjëherë në gjykat kur nuk ka marruar afatet ligjore të hetimit. Pyetja që unë ngre është, po tani që kanë mbaruar dhe janë të i kaluar, çfarë ka bërë ky Spaku? Tua pra përgjigje. Sepse unë i them Arbrit tani, afatet ligjore për teatrin i dashur Arbër kanë mbaruar 3 herë deri tani. 3 herë. E po mbarë për inspiratorët? Ka një vendim doset të... Po jo, kam 1.000.001, po me le t'i them gjitha me radhë. Dhe ndërkohë për teatrin ka një vendim gjykatës kushtetuese për mënyrën se u shem. Incineratorët ka marruar një 4 herë deri tani, s'ka asnjë gjë. Bankes Petrolul nuk e merr fare në dorë, i thot ja le prokurorisë, ndërkohë që ke vendimin e Anila Denaj që i heq 100 milion euro që duhet i çonet në llogarinë e shtetit shqiptar dhe ja fal Bankes Petroleum.
ke ekoparkun o zotëri nderuar, ke rrugët e Florinta, domethënë, ke aq shumë çështje, unë të kam renditur, mos më ndërprit lutem. Të kam renditur një ditë, Dibër, aty të kam përgjime. Të mbaroj. Të kam renditur 15 para ca kohësh. Kurse te kjo masakra zgjedhore, se mi që ma kujtoj, ky është turpi më i madh që ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri me Spakun. Spaku këtu certifikoi vjedhjen galopante të maxhorancës i nderuar mik. Sepse shkonte drejtuesi i Partisë Demokratike në një X qark dhe thoshte, shiko se këta këtu drejtorët Cenoklosi me shok po bëjnë masakër dhe policia shkonte dhe hetonte atë që denonconte. Dhe kjo është në fakt. Dhe kjo strukturë, i cili jo pa qëllim shkoi dhe zoti Dumani aty Gjojan Fier, kjo strukturë u ngrit për të parandaluar, ishte strukturë policeske, nuk ishte strukturë hetimore. Ne për hetim, ne kemi ato që kishim. E diti Arber që ka një, se këta janë të turpshëm fare, i ka ardhur Partisë Demokratike një lajm nga Spaku, shkresë zyrtare, në lidhje me një hetim që e kishte nisur, e kishte çuar Partia Demokratike në 2021 në Elbasan. Dhe në korrik të 2025-s, pra 4 vjet e 2 muaj, ka marruar zgjedhje, ka marruar dhe të zgjedhjet e tjera, këta i çonin për filan person, Leonard Karaj, po e zëm kot, neve nuk vërtetën që ky mund të ketë bërë vepër penale. E disa e turpshëm është për një organ prokurorie kjo? Është çmenduri. Po pse çmenduri më? Po ta them pse. Duhet ta arrestoj se s'bën një njerëz se s'po e kuptoj. Po nuk flitet pas 4 muaj vjetësh, mo. Ore hetohet. Ti nuk kupton një gjë të lutem ose s'ke. Pastaj shkoj në masë. Po jo, ore, afati hetimor mbas kodit procedurës penale është maksimumi 2 vjet, mo. Po i kanë shtyr këta. I kanë shtyr në shkelje. A je dakord që Velia është numri 2 i PS-s? Ishte numri 2 i PS-s. Po ishte. Goditja që i bëri Spaku, a nuk nënkupton që po godet fort edhe PS-n? Goditja unë ta kam lexuar goditjen e Erion Veliet. Goditja e Erion Veliet ka qenë qershisha mitor që Spaku i bëri Edi Ramës, tani mos ta ngatronin, mos ta futni në historia kot që pse t'ia bënte para zgjedhjeve dhe mos t'ia bënte mbrapa. Është një kërkesë vetë në Altmadnis për ta bërë. Pse ta bënte 2 muaj para zgjedhjeve? Me kosto. Po mirë, a mu do ta dëgjosh apo do të flasësh për vetë? Jo, mos e ti fole, po bën monolog. Le, s'ka problem, vazhdo ti. Mos e le, ta bëjmë diskutim. Po dakor, po më le ta them 2 fjali dhe pastaj më kthej përgjigje. Edi Rama ecën gjithmonë me sondazhe. Në momentin kur Edi Rama e shikon domethënë që e ka sondazhin përpara dhe nuk ja cënon as Arbri, as goditja e Arbrit, si në rastin konkret e Erion Veliet, ai nuk e ka problem domethënë që të lëshojë ushtar gjatë rrugës. Është teoria e Enver Hoxhës më burr. Në një mënyrë automatikisht ai lëshon ushtar që do thotë këta nuk kanë qenë general që do t'i zinin postin. O ti Mehmetçiu general ishte po ushtar. E them mirë. Po mi pa dorë. Ushtar të prish punë, atëherë i bie që Rama nuk e ka arrestuar vetë. Sepse si prishte punë. Po Arber, Mehmetçiu ka qenë general dhe super general, por kur e çuan për në vetvrasje, tha nuk i dinte ato gjërat se ç'a bën, nuk i dinte në vesh se ç'a bënte Mehmeti. Dhe të njëjtën gjë, nuk i dinte Rama se kush ja ante pjeshkat e kryesisht pjeshkët. Në oborrin e tij. Tani më të bëhemi çik serioze, nuk po flasim për gjëra kështu. Erion Velia, për mendimin tim, është kurbani real që Edi Rama i ka bërë ndërkombëtarëve për të justifikuar reformën e drejtësi e cila është një dështimi më i madh që ka pas ky vend, unë e barazoj me diktaturën. Dështim më të madh duke rrezikuar. Tani ku mendoj unë ka çfarë rrezikoj? Ku mendoj unë? Po çfarë rrezikoj pra se unë nisa, prandaj di se do të që nuk qëndrojnë. Prandaj s'deli aty, sepse Edi Rama thash i bëri sondazhet përpara dhe pasi vazhdoi me këtë histori. Do dasësh njeriu e dytë PS-s dhe të mos mendosh që ky mund të prodhojë një posto elektorale. Atë bëj një pyetje retorike. S'është njeriu që ka drejtuar PS-n. Kush ja vuri çimkat të Erion Veliet në burg? Aja vuri drejtori burgut, aja vuri ministri. Ja, është me vendim gjykata, ajo është me vendim prokurori. Vendim gjykata, po pikërisht. Mos bëj kot policia e burgut. Prokuroria. Po, aja çoj, a doli Erion Velia dhe i tha me zë me figurë aty Ulsi, ç'a do i bëj unë atij njeriu? Ti mendon që Ulsi Maja, ministri i Edi Ramës, do kishte këll që të bënte një gjë të tillë pa, nëse Edi Rama e donte me patjetër Erion Velia jashtë? Kjo është ideja? Po, Arber, argumente të turbullta do t'i quaja unë, do di pse. S'ka problem, fëmijët janë ato. Ta marrim hapa sapi. Në fund ditës çfarë është SPAK? Është një strukturë e posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Pra, është një organ hetuesie. Në fund të ditës një organ hetuesie nuk mund të jetë ai që të rregullojë gjithë drejtësinë
në Shqipëri në 30 vjet. Pra, Kush e kërkoi 30 ato? vjet probleme me drejtësinë do ta rregullojë një organ i vetëm, dhe që në fund të ditës është një organ represiv. Hetuesia, prokuroria është represive. Të përgjon, të ndjek, të kontrollon, Me ligj. të terrorizon, Me ligj. Të terrorizon, pra Jo, të trëmb. Jo, në klap. me ligj. Me ligj, pra, me ligj. Po më thuaj një që ka bë me ligj. Dëgjoj pra. Ma thuaj një që ka bë me Mos ligj. atë vendos gjykata, mund të them 10 që për mua janë me ligj, 10 që s'janë me ligj. Po ma thuaj një. Në shumë pjesë vjem dakord, nuk ka nevojë për debat. pra tani Unë jam ti- dakord te pjesa e Ku unë të them që ti ke krijuar prokurorinë e Arniçelës, ti do ta presosh këtë. Te niveli politik, pra. nëse te niveli i krimit, e këto unë besoj që SPAK është një organ që ka bërë një punë shumë të mirë. Ku e ka bërë punë mirë? Po të gjitha grupet kriminale. Hiqja s'ka ECC dhe më thuaj një hetim që ka bërë SPAK. Duhen indicje more. Të lutem. Po jo pra tash, ta Të lutem, të bëj pyetje dhe kthe përgjigje. E di pse jam dakord me këtë tezë. Po mi ma të ta bëj pyetjen. Sky Encrochat ka qenë një burim, një minier për gjitha prokuroritë e rajoneve, edhe për Greqinë. Po s'të thash të Një kundër. prokurori shumë herë më e avancuar. Po, Arbër, të bëj pyetje. Pra, nuk është se është një gjë veçantë në Ore, Shqipëri. pranon një pyetje apo jo, mos më çudite. Po mirë, më bë Më trego një çështje tek një. Dhe nuk flas më unë që SPAK-u e ka ngritur për grup të strukturor kriminal që e ka ngritur ai vet. Hetim. Nga aja të zhe. Një. S'është avokat Arbri. Pa ai është një nga gazetarët më të mirë që një të arrit, ta bëj kot tani mua bëhet. Ky është një diskutim teknik. Ta S'është thash teknik, do ta vllai. bëj sallë gjyqi, se unë nuk mund të jap tani. Ore, ky është Nenin- informacion që duhet të vi nga ty, jo unë, nga uno. Edhe unë do ta kthej ndryshe, them më thuaj Nenin që edhe faqen e kushtetutës i shkelur Neni. Ore, më vjen dhe Po një. nuk është kështu, Ma diskutimi thuaj një, nuk është teknik. ma thuaj një të grupeve Po nuk i struktura kanë kriminale. lezuar të gjitha Po me s'ka këto asnjë. detaje. Ndërkohë që krimet Ajo e që- rënda kanë çuar 42 njerëz. Ajo që mund të them unë, Po e ke është gabim, kjo. o Unë shikoj Arbër. partnerin ndërkombëtar. A, Ka vazhdo. një vlerësim të jashtëzakonshëm ndaj O Stakut. Arbër, janë 41 Si italianët, antimafia Janë italiane. 41 veta sot që vuajnë dënim të përjetshëm të dhënë nga ajo strukturë e krimeve të rënda nga ajo Se pa, gjykatë. jep gjykata. Po e këta e kanë kërkuar pra. Ajo Po drejtësi thot nëse është avokati. në rregull. Po janë rregull, po më thonë që ajo krimet e rënda dikur kanë punuar. Po thotë. pak se dua Vazhdo. dalë pak. Problemi kush është? Problemi është që në fillim që ne kemi pritshmëri, e kam diskutuar edhe herë të tjera. Që në fillim që ne kemi pritshmëri të jashtëzakonshme nga një organ hetuesie. Jo morzotri, ne nuk mund të presim nga një organ hetuesie i cili të bëj drejtësi për 30 vjet. Ne do t'japim mbështetje që të hetoj ata që nuk hetoheshin më parë. Tani me këtë diskutim që bën miku im Nardi, tani ka një gjë. Ka qenë më mirë drejtësia më parë se nuk e kuptoj. po. Si po. Asnjë zyrtar nuk ishte prekur me dorë. Ore, po flet për korrupsion ti apo jo? Kryetar bashkie, Apo flet për zëvendës ministra, Po, sekretar përgjithshëm janë kapur me preshndorë Ministrisë Financave. Ish deputet, pra deputet nuk ka patur një. Tani janë kapur 63, po hetohen 20-30 unë nuk e di. Nuk mund t'i themi që ka një avancim drejtësia? Si mund të themi që është një lloj me diktaturë? Si mund të jetë avancimi kur nuk Po, është bën asnjë lloj avancimi. sekuestrimi, asnjë lloj Jo, sekuestrimi janë sekuestruar, gati 200 milion. Asnjë lloj Nga asnjë konfiskimi, thuaj, jo sekuestrimi. konfiskim, Asete, po, konfiskim, konfiskim, se sekuestrime bëjnë ata. Po, konfiskim, shumë i Ka saktë. diku te gati 200 ose 300 milion. konfiskim, Sekuestrime. Sekuestrime Po, dhe jo konfiskime. konfiskime. Dhe konfiskime. Ja, Po mi, vazhdo. Ka konfiskim. e kishte buletini i SPAK. Ma tregon një politikan që i ka konfiskuar. Një politikani që ja ka Po, konfiskuar. Erion Velia, ja sekuestruar. Konfiskim, mor, se më çmende. Po njëri ja liruan njëri. Ore zotri. Njëri ja Ore, liruan. e ka njëri. në sekuestro. Erion Velia e më. Erion Velia e ka në sekuestro. Ka Jo, nuk më ishte, 150 sa episode penale Po, jo, ma më tani shumë se më thuaj Pablo konfiskim. Escobar. Apartament kisha me lekë. Dhe bashortja vet shkoi me shofere, me makine, ja, prap po e shkoi ke. dhe paraqitej në SPAK. Po e ke, Ku mo. ndodh këto ti të futesh ke, për mo. korrupsion në burg dhe të shkosh të bësh kashillik përsëri para ditës së SPAK. Bashortja e tij, jo tani, prit pak. Ku shtet Bashortja e tij, ndodh? jo prit tani. Këtu do të jemi korrekt. Bashortja e tij u la në arrest shtëpie sepse kanë djalin e vogël. Kush do kujdesë për fëmijën? Ore si mund shkoj? Po, ja, tani, Si mund po, shkoj? tani do flasim si Me shofer Po, po, tani fal. me makinë Ashtu duksi, arsye, ti njeri po, që dënohet për Mos e kishte korrupsion. emrin ajo la Xoza, po të kishte me rushe Qinanmi. Arimi Ajo jo ishte fëmijë, një- po 10 fëmijë të kishte do shkon në Gabim do ishte nëse do ndodh. Pra mos bëni kot apo kemi bëni hipotezë. Realiteti është ky. Ajo u lirua dhe u la në arrest shtëpie sepse ka fëmijën e vogël.